Një lajm I hidhur ka ardhur nga Deçani këtë të hënë, teksa lajmërohet se ka ndërruar jetën rapsodi I shquar shqiptar Albert Hasaj nga Kodrelia. Ngushëllimet për familjen e të ndjerit I ka shprehur përmes një postimi në rrjetin social Facebook kryetari aktual I Deçanit Bashkim Ramosaj. Ai tha se Hasaj do të kujtohet gjithmonë për devotshmërinë ndaj artit popullor, për ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe për shpirtin e tij fisnik. Me pikëllim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të rapsodit të shquar Albert Hasaj nga Kodrelia. Albert Hasaj do të kujtohet gjithmonë për devotshmërinë ndaj artit popullor, për ruajtjen e trashëgimisë son kulturore dhe për shpirtin e tij fisnik. Shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen e Hasaj, të afërmit miqt, bashkëshortarët dhe të gjithë admiruesit e artit të tij. Kujtimi yt do të mbetet I paharruar, shkruan Ramosaj në Facebook. Me këtë këngë ju përshëndes gjithë kudo që jeni, live nga Kodrelia. Në shqiptarve guri s'ka, janë babash sot lau me va. Tu jashtit verin Serbis. Kush ma vrav zotin e shpise, ljumë si djem që pad vatani, si Davutin nga Glozani. Plagët e shpirtis ja u kanë thave, jesi reze që zblet nga qili, shirin tart ka duka gjini. Kur nuk desin zemër të kombit, legjendën besin.